Një ngjarje e rëndë raportohet se ka ndodhur në Korçë ku një mjek duket se ka ngacmuar seksualisht një 21 vjeçare. Të paktën, kjo është ajo çfarë pretendon Ijati i vajzës. Për të folur mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, çfarë ngjarje është kjo që ndodhi në Korçë dhe cila është e vërteta, çfarë ka ndodhur realisht? Atëherë, çimin që ka bërë vajza së bashku me prindit në policinë e Korçës, vërtetohet mjaft mirë që në spitalin e Korçës ka ndodhur një ngacmim seksual, ku mjeku ka ngacmuar vajzën e cila ishte ankuar për apandesi. Dhe ky nuk ishte rasti i parë dhe i vetëm që mjeku kishte tentuar të ngacmonte seksualisht të vajzë. Vajza kishte vajtur me disa probleme shëndetësore të vogla në spital së bashku me tjema. Atje mbasi i kishte shpjeguar mjekut problematikën e shqetësimeve, mjeku me njerë kishte filluar që ta kontrollonte vajzën dhe duke kontrolluar dhe duke shfrytzuar dhe anën profesionale vetëm për t'i futur duart vajzës. Dhe me sa duket duke parë që vajza ishte një vajzë e mbyllur dhe urtë, ky vazhdoi të avanconte me provokimet e tija, derisa në rastin e dytë kur vajza vajti për të vizituar përsëri te mjeku, ai kishte tentuar dhe ta puthte vajzën, përveç atyre provokimeve seksuale të futjes së duart dhe veprime të tjera provokative që kishte kryer ky si mjek ndaj kësaj paciente. Kjo është një nga ngjarjet më të rënda për mjekësinë tonë, ku mjeku në vend që të jetë human dhe të ndihmojë në përshërimin dhe shëndetin e vajzës, e shfrytëzon vajzën për qëllimet e veta të ngarkesës seksuale, për ta shfrytzuar vajzën e re dhe për ta kapur atë vajzë dhe për t'i kryer marrëdhënie seksuale. Vajza sot është në një gjendje traumatike brenda familjes. Në këto kushte ka ardhur dhe Ijati, i cili ishte emigrant në Gjermani dhe kanë bërë denoncimet të policisë dhe presin që dhe reagimet dhe verifikimet e tjera, të cilat nuk janë të pakta për sa i përket veprimeve të turpshme që kishte kryer ky mjek dhe me pacientë të tjerë, të veprojë ligji. Babai dhe në veprimet e tija dhe në kërkesat që ka parashtruar para organeve të policisë ka kërkuar që ndëshkimi i këtij mjeku të jetë një ndëshkim maksimal ku të verifikohet dhe mbasi të verifikohet të dënohet i gjithë veprimi i tij. Për këtë arsye duhet pritur zbardhja e të gjithë ngjarjes për sa i përket të çështjes të ngacmimit seksual e para, dhe e dyta pastaj janë disa institucione tjera që kanë të bëjnë me urdhrin e mjekut, ka të bëjë me veprimet administrative që janë drejtoria e spitalit rajonal të Korçës, të cilat duhet të dalin edhe këto me një qëndrim në krah të vajzës, ishte 1 vjeçare, për ta çliruar sadopak në një makt i krijuar kësaj vajze dhe e cila sot është e mbyllur në vetvete dhe i ka krijuar një stres dhe një problem mjaft të madh shëndetësor dhe emocional kësaj vajze. Pritet për të parë se deri ku do të vejë hetimi dhe çfarë qëndrimi do marrë sistemi i drejtësisë për sa i përket fatit të këtij mjeku dhe për shpëtuar një herë e mirë dhe të gjithë femrat e tjera që vjen në spital
për probleme të ndryshme shëndetësore, të cilat mos të bien pre e këtij manjaku seksual për të shpëtuar dhe këto nga ngacmimet dhe nga provokimet e mëtejshme. Avokat, nëse ngjarja rezulton që është e vërtet, çfarë pasojash ka për mjekun dhe çfarë pasojash ka edhe në fakt edhe për vetë vajzën, pra nga ana psikologjike? Atëherë, nëse e fillojmë nga pasojat që do ketë mjeku, do të themi që pasojat e mjekut janë heqja e licencës për ushtrimin e drejtës profesionit si mjek dhe vepra e dytë penale ka të bëjë me shpërdorim të detyrës, ku ky si mjek në krye të detyrës kërkoi ngacmime seksuale, dhe të treta ka të bëjë me përdhunimin pastaj që kalon ke kodi penal, e cila është nga 7 deri në 12 vjet burg. Për sa i përket vajzës, ashtu siç tha dhe babai që vajza është shumë e traumatizuar dhe është e mbyllur në vetvete, kuptohet që ka nevojë për një psikolog dhe një terapist i cili duhet të trajtojë vajzën nga ana psikologjike për ta shkarkuar anën emocionale të saj dhe për ta risjellë përsëri këtë vajzë në jetë të qeshur, të buzëqeshur dhe të vazhdojë jetën e saj, sepse tilla ngjarje dhe mund të ndodhi në shoqërinë demokratike, por nëse ndëshkohet dhunuesi, provokuesi por dhunuesi, atëherë gjithçka vendoset, drejtësia vendoset dhe shkarkohet edhe ana emocionale e vajzës për të qenë e qetë dhe ajo në jetën e saj. Ka duhet të flas edhe për një temë tjetër me juve, ka të bëjë me helmimin e 58 studentëve të Akademisë së Sigurisë 2 ditë më parë. Realisht çfarë ka ndodhur dhe si erdhëm deri këtu sa u helmuan 58 studentë? Atëherë, ngjarja e ndodhur para 3 ditësh, 4 ditësh në Akademinë e Sigurisë në Tiranë, ishte një ngjarje mjaft e rëndë ku 50 student policie të kësaj akademie ishin helmuar dhe ishin në shtruar trajtimit shëndetësor. Në këtë kohë vajtëm menjëherë dhe bën bllokimin një institucion përkatëse për sa i përket ushqimit që vinte nëpërmjet një cateringu dhe fitimit të një tenderi dhe për t'u nështruar analizave të mëtejshme. Vetë ngjarja në vetvete dhe kërkon një analizë të thellë dhe duhet parë dhe mënyra se si është fituar ky tender, çfarë kushtesh ka ky catering që a çon ushqime në institucione tjera përveç Akademisë së Sigurisë, si e ka marrë këtë tender ky subjekt, dhe akoma më alarmante pastaj është pjesa ku institucioni i kontrollit të ushqimit, Akuja, i vendos një gjop qesharake. Kjo është më e rënda në gjithë të veprimtari, që thotë gjopa e vendosur nga Akuja është vetëm 1 milion lekë të vjetra. Pra aq vleka jeta e një njeriu në Shqipëri sa ti vendosësh një institucion të tillë 1 milion lekë të vjetra, nuk e di mbi ç'bazë ligjore, ose kjo tregon dhe korrupsion, tregon dhe paaftësinë e shtetit, sepse në momentin që u konstatua një helmim i tillë, ai catering duhet ishte mbyllur përjetësisht. Aty nuk ka më argumenta justifikuese që ndodhi kjo apo ndodhi ajo. Aty duhet parë ushqimi, nga vjen ky ushqim, si vjen ky ushqim dhe si përpunohet ky ushqim.
A ka pasur raste tjera apo s'ka pasur? A ka do të thosha frigorifer për të ruajtur të freskët ushqimin? Si transportohet ky ushqim? Kush e gatuan këtë ushqim? A ka kampion të përditshëm të përgatitjes së këtij ushqimi për ta student që janë filizat e rinj për sigurinë e shtetit? Të gjitha këto kërkonin një analizë, por me sa duket shteti është mjaftuar vetëm me një analizë të përcimtas dhe me një gjobë qesharake që është nuk e di se ku e kanë gjetur atë bazë ligjore, por është lëmjaft për dëshiruar ajo gjoba, sepse një gjobë ti vendosësh një subjekti të tillë kur 50 student vajten u almuan dhe vajten në spital, pa parë pasaj dhe pa bërë analizat çfarë cilësie mishi ishte, çfarë cilësie kishin këto produkte ushqimore, sepse edhe mund ndodhi një helbim, po mund ndodhi në një ose dy persona. Nëse ndodh në masë të madhe, do thotë që i gjithë ushqimi ishte i kontaminuar. Dhe kur ushqimi është i kontaminuar, do thotë që përgjegjësia kryesore është e bersologut. Ai që duhet kontrollojë ushqimin. A e ka kontrolluar ky bersolog ushqimin e këtyre studentëve? A ka pasur një kampion që mund t'i illustrojë një analize biokimike, do të thosha, për sa i përket produkt ushqimor? Çfarë ushqimi është konsumuar? Sepse ne pam që në ato pajisjet e cateringut atje kishte edhe kryma.